së pari një është faqja online, së dyti ka grupe Telegrami dhe grupe WhatsApp-i për persona të caktuar të interesuar, mund të hyjnë edhe të porosisin eskorta. Kështu që për fat të keq është lehtësisht aksesueshme. Pse janë kaq të lira nga nxjerrjet? Prostitucioni është profesioni më i vjetër në botë. Pavarësisht përpjekjes që bën policia për ta sulmuar, për ta luftuar si vepër penale, pavarësisht shoqërimeve të pasnjëshme që ka bërë edhe të këtyre vajzave, besoj pikë e parë që një 2-3 ditë në Tiranë, Durrës, Fiera, apo edhe në të tjera më të vogla, ka vajza të cilat shoqërohen pikërisht për kundërshtin e kësaj vepre penale, prapë është e pamundur që së pari të ulen ato faqe. Pra nëse nuk ka një organizim dhe themi një bashkëpunim të njofirmë me homologët e vendeve të tjera, është e pamundur për të mbyllur ato faqe dhe do të vazhdojnë të jenë të aksesueshme. Nuk e parandalon të vepër penale as që se huni 1, 2, 10 apo edhe 100 si këto vajza, por e parandalon të një operacion i tillë si ai që u bë me autoritetet kolumbiane. Dhe mënyra më e mirë pastaj është ta ligjërosh se nuk ka mënyrë tjetër, por a jemi ne gati të diskutim tjetër.